Redian Muho është një i ri nga Gjirokastra i cili pas një periudhe emigrimi vendosi të rikthehet dhe të ndërtojë jetën në vendlindje, edhe pse studimet e larta e ka përfunduar në fushën e IT-s. Pasioni i tij i madh është krijimi i suvenireve. Unë kam qenë në Azinë Perëndimore, Japoni, Kore dhe Kinë. Dhe duke qenë në këto vende, kam arritur që të marrë eksperiencën e dur në fushën e teknologjisë dhe me anë të kësaj eksperience të më hyj në punë, pra arsyeja kryesore është dashuria për vendin dhe e dyta është dashuria për njerëzit e afërt. Këto më bën që të kthehem në vendin tim dhe të investoj, duke qenë se Shqipëria është vend në zhvillim në pjesën e turizmit. Kjo është dhe sidomos Gjirokastra. Kjo është një ndër arsyet që më shtyhu më shumë për të investuar në këtë lloj fushë. Atëherë suveniret që ne bëjmë janë të formës prerje me laser, gdhëndje edhe printime dhe stampime. Printimet janë printime ultraviolet, pra bëhen në materiale të ndryshme, në metal, në dru, në plexiglas, të cilat japin mundësi të krijosh diçka unike, të krijosh forma unike. Me përkushtim dhe kreativitet, Rediani përgatitet intensivisht për festat e nëntorit, duke sjellë punime të reja dhe të veçanta. Duke qenë në hapat e parë, jemi në rrugën e duhur dhe jemi duke u zhvilluar akoma më tej, duke i dhënë një ndryshim të ri tregut. Ka pasur kërkesa për simbolika kombëtare, jo vetëm nga vendasit, por edhe nga të huaj. Kryesisht ka qenë shqiponja, simboli i Shqiponjës, ose flamuri kombëtar. Ai është shembulli i një të riu që guxon për hir të dashurisë ndaj njerëzve dhe vendit të tij, me profesionalizëm, pasion dhe dëshirë për të kontribuar. Redian Muho tregon se të rinjt shqiptar mund të krijojnë mundësi në vendin e tyre dhe të japin më të miren për të ardhmen.